Zyrtarisht dje përmbyllur muaji roz, muaj kyku për 31 ditë reshtë në gjithë vendin është diskutuar përmes fushatave të ndryshme, mbrojtja nga kanceri i gjirit, kujdesi për shëndetin dhe rritja vetëdijes për të bërë mamografinë për të kujdesur për kontrollat e gjinjve. Onkologu Ilir Kurtishi në një nga takimet e tij në Gjakoviu tha grave të prekura nga kanceri i gjirit se klinika onkologjisë vazhdimisht bën përpjekje për të furnizuar me medikamente dhe aparatura që i lehtësojnë trajtimin e kësaj sëmundje, madje vuri theksin edhe të një aparature cila minimizon rënien e flokëve. Ne sfundmi, para 3-4 ditë jemi furnizuar në klinik me një donacion prap nga një kompani nga Gjakova, të cilët AGS, të cilët edhe i falenderoj, na kanë furnizuar me një aparatur e cila minimizon rrëmjen e flokëve. Dhe është aparaturë e cila ka një kosto shumë të lartë dhe në klinikë sot e ofrojmë dhe pikërisht është një vajzë nga Gjakova këtu që dje për herë të parë ka përdorur këtë makinë dhe ka marrë terapinë e parë dhe shpresojmë që rrëmja e flokëve ose efekti ansor, meqense shumicën e femrave ajo është pengesa më e madhe e cila e brin dhe e cila ka impact edhe në kualitetin e jetës, dhe ajo e ka përdorur atë dhe ne shpresojmë që ajo të ketë rrëmje minimale të flokëve dhe të vazhdoj jetën ose të vazhdoj punën edhe të duket mirë dhe para familjes, sidomos fëmijëve dhe antarëve do të prindve vet dhe të vazhdoj jetën në kushte normale. Onkologu Kurtishi, njëherë drejtori klinikës onkologjisë në QKUK, tha se profesionistët shëndetësor po bëjnë përpjekje për të rritur cilësinë e shërbimeve onkologjike dhe minimizimin e sa më shumë efekteve ansore. Shumë shpejt ne do të kemi edhe disa aparatura të tilla, prap donacion nga Rotorian, klubi Rotorian i Prishtinës, dhe në këtë mënyrë do të rrisim cilësinë e shërbimeve onkologjike ose do të minimizojmë efektet ansore të terapisë. Dhe t'ju them të vërtetën, kjo është aparatura e parë në institucione publike në vendet e rajonit, meqense Kosova është e para, nëse marrim parasysh Shqipërinë ose Malin e Zi dhe Maqedoninë, të cilët nuk i kanë këto në institucione publike, pra kjo në këtë mënyrë ka efekt shumë të madh psikologjik te pacienti. Doktori Kurtishi gjithashtu tha se krahas femrave edhe meshkujt ndonë në numër më të vogël janë identifikuar me kancer të gjirit gjatë vitit 2025 në Kosovë.